Populli shqiptar i Kosovës edhe në këto kohë të liga po jep kontributin e vet të rëndësishëm në sigurimin e kushteve më të volitshme për funksionimin e arsimit shqip në të gjitha nivelet. Gjatë viteve të fundit, pothuaj në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, fali iniciativës dhe vet kontributit të qytetarëve, u mërmetuan dhe u ndërtuan 10 objekte shkollore. Kosova pra edhe në këto rrethana të vështira politike dhe ekonomike është ndruar në punisht të ndërtimi e investimi për ardhmëri. Ndonë se vlera financiare e objekteve të ngritura anë mban Kosovës vlerësohet në disa 10 miliona markash gjermane, vlera faktike e tyre nuk mund të vlerësohet dot. Ajo në këtë fazë të ndërtimit të shtetësisë së Kosovës është tetë e çmueshme. Shpreh vendosmërinë e popullit për jetësimin e plotë të pavarësisë së Kosovës me arsimim e civilizim. Përkundër obligimeve të rregullta në frymërancimin e veprimtarisë arsimore dhe veprimtarive tjera shoqërore, populli i Kosovës ka bërë përpjekje edhe në krijimin e kushteve më të mira të punës në arsim. Me kontribute vullnetare, gjatë kësaj periudhe, ka ngritë më tepër se 80 objekte shkollore. Në tërë Kosovën nuk ka munguar përpjekje në krijimin e kushteve më të mira të punës. Ne si Këshill Qendror i Financimit të Kosovës, por edhe Këshillat Komunale të Financimit, jemi angazhuar me mjete financiare, në formë simbolike, me qindra mija marka, por edhe në organizimin e punës dhe në mbështetjen e punëve në ngritjen e këtyre objekteve. Kohë me parë në rajonet të ndryshme të Kosovës u përëruan solemnisht shkollat e reja të ngritura me vetë kontributin djersën e qytetarëve, ku mbështetjen më të madhe financiare e dhanë mërgjimtare tanë që punojnë e jetojnë në vendet të ndryshme evropërëndimore. Je vetëm disa vepra të këtilla. Banorët e hoqës së qytetit të komunës së Prizrenit rënuan tërësisht shkollën e vjetër që nuk i përmbushte as për së afërmi nevojat elementare për mësim dhe në vend të saj ndërtuan objektin e ri shkollor me 13 mësojtore e kabinetet e tjera përcjellëse me një sipërfaqe prej mbi 1200 metra katror e ku mësimet i vijojnë afër 900 nxënës. Oqeanet për këtë qëllim investuan më së 6 milioni marka, ku kontribut të posaçëm kanë dhënë bashkëfratarët e tyre që punojnë e jetojnë në Zvicër, Gjermani e shtetet e tjera perëndimore, të cilët ndanë më së 350.000 marka. Pjesa tjetër u siguruan nga ekonomitë familjare në fshat. Në aktin e përërimit solem të objektit modern në hoqë të qytetit, more pjesë edhe Abdyl Ramaj, kryetari i Komisionit për Arsim, Shkencë dhe Kulturë të Kuvendit të Kosovës, i cili çmoi lart organizimin dhe vendosmërinë e qytetarëve për përfundimin me sukses të këtij aksioni me peshë. Ndërkaq drejtori i shkollës Arif Kasiqi premtoi përkushtim më të madh të punësve të këtyre arsimor në arsimimin dhe edukimin e brezit të ri. Mirënjohje për kontributin e dhënë në ndërtimin e shkollës në hoqë të qytetit midis shumë institucioneve dhe individëve ju dha edhe Këshillit Qendror për Financim të Kosovës dhe ndërmarrjeve projektuese e ndërtimore Fer Engineering dhe Hagi Iliria nga Prizreni për kryerje me kohë dhe me cilësi të punimeve. Edhe në komunën më të dobët ekonomikisht të Kosovës, në atë të Malishevës, qytetarët e saj të vetëdijshëm për rëndësinë e arsimimit, viteve të fundit mërmetuar dhe ngritën 10 objekte shkollore, me një sipërfaqe prej afro 5.000 metra katror. Po e përmendëm vetëm disa prej tyre që u ndërtuan këtë ditë ose janë në ndërtim me sipër. Banorët e Dragobilit dhe të Maxharës u organizuan dhe shumë shpejt me afro 100.000 marka investime e fotën nën kulm objektin e ri 2 katësh në Dragobil me sipërfaqe prej 840 metra katror, i cili pritet të mërmetohet kësaj vere. Ndërkaq fillimi dhe përfundimi i ndërtimit të objektit të ri shkollor në Damanek të Malishevës është rast i rrallë në historinë e shkollës shqipe, jo vetëm në këtë komunë. Fal iniciativës dhe angazhimit të vendosur të Ram Rahmanajt nga fshati Bubull, i cili që 27 vjet punon si punëmarrës në celet e Slovenisë, kohë më parë përfundoi ndërtimi i shkollës së plot fillore. Në të po i vijojnë mësimet 420 nxënës të Damanekut, Bublit e të Çupevës, të cilët deri tani udhëtonin 14 km në ditë deri në shkollën e Lubishdës. Objekti modern ka 8 dhoma mësimi, lokale tjera përcjellëse dhe ambulancën e veçantë me 620 metra katror. Nga gjithsejt afro 200.000 marka gjermane të investuara nga banorët e Damanekut, Bublit e të Çupevës, protagonisti kryesor i kësaj vepre, Ram Rahmanaj, ka dhënë mbi 60.000 marka. Ai madje ka sjell nga celja e Slovenisë edhe bankat dhe inventarin tjetër që ka siguruar falas nga Ministria Komunale e atjeshme e Arsimit.
Përurimin solemn të objektit të ri shkollor në Damanek e bëri profesor doktor Jusuf Krasniqi, kryetari i Këshillit Republikan të Arsimit të Kosovës. Voglush, mëdhënës, qytetar, mësimdhënës, kam kënaqësi të veçantë dhe jam i privilegjuar që në emër të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Kulturës Republikës Kosovës dhe në emër të Ministrit të Arsimit Profesor Dr. Muhamet Bicaj ta përshëndes këtë bim. E njëherit që dëshiroj e t'ju thëmë, ju lumt e me fat, ju qoftë shkolla ju dhe ne. Në këtij objekti shkollor. Iniciativa këtij objekti shkollor ka lindë edhe pse kemi pasur shumë herë ndërmend kështu në kushte çfarë kemi qenë, por iniciativa e parë kryesore ka lindë mu në Sloveni mes të punëmarrësve, e një ndër ta e Ram Rahmanaj, dikon me 1 janar të 97-s kanë marrë qëndrim së bashku me ata punëmarrëse tjerë dhe prej atëherë kemi filluar edhe u zhvilluan jetë kështu jemi angazhuar që ta krijojmë që të vim deri te ndërtimi i objektit të tillë. Lidhje me këtë, përveç këtyre ndihmë që na kanë ndihmuar me të madhe me shumë materiale bukur të madhe, janë edhe tjerët nga fshati Bubli, po ashtu kemi edhe nga fshati Damanek, e një ndër ta është Jup Abdullah Krasniqi, Zimer Spahiu e të tjerë, me shumë që janë dalluar pak më tepër. Në këto kushte të ndërtosh shkollë është jashtëzakonisht punë e madhe, sepse populli thotë që të ndërtosh një shkollë do të thotë të mbyllësh një burg. Kjo jep të kuptojmë se shkolla shqipe gjithsesi, shkolla jonë edhe me tej do të frymoj dhe se fëmijët tanë do të haprojnë në hapësirat sublime të lirisë. Mund të them edhe i falenderoj të gjithë fshatarët dhe ata bashkëshokët që punojmë aty në Sloveni, që e kuptuan këtë rol edhe e ndërtuam me një kohë shumë të shkurtër. Mund të them që edhe jam çaq i gëzuar në këtë ndërtim që përfundoi që nuk më marr me mend. Se kësi gëzimi s'kum pas ndërtim familjar askur një herë më para. Edhe më duket që më me vend nuk ishim mujt të zgjedhëm të financojmë dikon gjeti se sa në shkollë. Ja kemi bënë të mëshme që të udhtojnë 1 kilometër, megjithëse përpara ka 7 kilometra. Edhe ne jemi të lumtur të gjithë dhe i falenderoj shokët e mi mas pari që kanë dhënë shumë para të mëdha, pa ashtu të gjithë fshatarët, kërkush s'ka bërë kërsim. Dikush pak, dikush shumë, kemi qenë tonë një fjalë dhe kemi rrit këtë sukses sot. Por Rama nuk ishte vetëm gjatë aksionit të ndërtimit të shkollës. Unë i kom volë për njerë 15 monha, jo që i kom volë për e i kom la për njerë 15 monha. Edhe një bashkë
fshatari imi ka dhënë për 15.000 marka, edhe 2 në ka 5.000. Cilët janë ata? Ata janë Ilaz Sahita i ka dhënë 15.000, edhe Salih Bahtjaraj 5.000, edhe Kadri Sahita i 5.000. Këta shka jenë në Sloveni që punojnë. Kontribut të rëndësishëm në organizimin e punëve dhanë Osman Kasinqi, Reç Kastrati, Besim Isa e Feris Kasinqi, kurse në aspektin financiar u dallohen Rahman Rahmanaj, Ramadan Shaqa, Hasan Tahiri, Musa Ademi, Sitki Ibrahimi e shumë të tjerë, të cilët është e pamundur të përmenden. Kjo është një vepër e cila vërtet në këta e shohëmi Republikën, në këta e shohëmi shtetësien tonë, këta e shohëmi edhe përgatitin e ardhmërijës për qëllimin tonë kulmont, edhe bashkimin tonë kombëtar. Nga se do të ishte kështu abstrakte të flasëm për një bashkim, pa një bashkim të arsimit, pa unifikim të arsimit, kulturës dhe kështu në përgjithësi. Vepra të reja të vetë kontributit popullor janë ngritur e po ngritën edhe në komunat e Rafshit të Dugaxhinit, në Ana Drin, në Drenicë, në Lap, Shalë të Bajgorës, Ana Morav e në Rafsh të Kosovës, duke mbajtur gjallë funksionimin e shkollës shqipe dhe regjimi serb më nuk ka forcë që ta pengojë atë. Vlen të përmendet aksioni i banorëve të Sofisë së Suarekës, të cilët për ndërtimin e objektit të ri shkollor deri tani investuan më se 210.000 marka. E po kaq kanë investuar edhe banorët e Kopernicës së Kamenicës. Në Topliqan të Lipjanit ka vënë 7 shkolla re, 2 katëshe, për të cilën qytetarët e këtushëm kanë dhënë afro 95.000 marka gjermane. Edhe në Krajmir, Ribar e Lug të kësaj komune po punohet për ngritjen e vatrave të reja të diturisë. Po ashtu edhe në Kosovë Lindore, në fshatin në Sals të Bujanovcit ka filluar ndërtimi i shkollës së re për nxënësit shqiptar. Përveç angazhimit veprimtar, arsimor, politik e humanitar në krijimin e kushteve më të mira të punës së shkollave tona dhe prosperitetin e gjeneratës së re, kontribut të posaçëm kanë dhënë edhe prisit e Bashkisë Islame dhe të Kishës Katolike Shqiptare të Kosovës. Fal iniciatives dhe angazhimit të kryetarit të Bashkisë Islame të Kosovës, Dr. Recep Bojës, në fshatin e tij të lindjes në Kërnis të Klinës, kohë më parë u prorua objekti i parë shkollor në këtë fshat. Po ashtu me iniciativën e Recep Bojës edhe në Bellopoj të Lapit filloi ndërtimi i shkollës së parë në këtë fshat. Deri me tani kemi investuar për ndërtimin e kësaj shkolle 96.000 marka gjermane. Këtu vlen të thuhet se përveç kësaj shume që përmendet, është bërë një punë vullnetare prej fshatarëve. Në këtë aksion kontributin më të madh e ka dhënë Adem Dëshishku, pastaj Muzli Maloku, i cili na ka ndihmuar me 19 mica bloka, pastaj vlen të përmendet Ramadan Dëshishku, vlen të përmendet edhe Këshilli Republikan që ka ndihmuar këtë shkollë me në shumë prej 7.500 marka për të kryer kjo punë në bazë të planet që kemi bërë duhet të investohen rreth 200.000 marka gjermane. Kështu që apelojmë të gjithë edhe të bashkëtarët tonë aty që janë edhe më gjerë që të ndihmojnë këtë aksion që është aksion shumë i qelluar edhe është shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm për fëmijët tonë që të mos ndahen në 3 shkolla, po ta kryejnë dhe ta vazhdojnë mësimin në shkollën në fshatin e vetë, në vendlindjen e vetë. Pa, kur filloi kjo shkollë në fshatin Bellopoj, mu marrua, atëherë unë mora vendim që mu kryqë edhe unë me një mua ati fshatit, edhe
kum në mua sa kum pas mundësi, si për familje teme, me gjithë se une ju mdalë për fshatët që 27 vjetë, po apet fshatën se kum arruë. Je bindur se të kryeni këtë? Jam e bindën gjithse, që ka mu krye, se vullneti i poplit, çka e fillon, ka mu krye. Ditëve të pare të pranverës pritet të dinamizohen punimet e filluara në ndërtimin e disa 10 shkollave dhe të vëhen gurët themeltar të objekteve të reja në shumë fshatra të Kosovës. Banorët e Korishës së Prizrenit i kanë kryer të gjitha përgatitjet për fillimin e ndërtimit të shkollës së re, vlera parallogaritare së cilës është mbi 700.000 marka. Ata janë të bindur se një investim i tillë për brezin e ri është më së i domosdoshëm. Nisma të këtilla priten edhe në lokalitetet tjera kosovare, ku përveç vetë kontributit të popullit nuk do të mungoj as ndihma financiare e Këshillit Qendror për Financim të Kosovës dhe fondacione humanitare ndërkombëtare. Po përmendim vetë faktin se kisha norvegjeze në 11 komuna kosovare për këtë qëllim deri tani kanë dalë më se 2 milion marka. Pra, këto ishin vetëm disa nga investimet për mbajtjen e kontinuitetit të shkollës shqipe në Kosovë, që dëshmojnë gatishmërinë e popullit tonë për arsimimin e brezave të rinë dhe për të ndërtuar kështu ardhmërinë tonë. Kjo një herësh shpreh përcaktimin e vendosur për forcimin e themeleve të pavarësisë së Kosovës dhe integrimin në rrjedhat civilizuese evropiane.